Miq, jemi në prag të një lufte. Po, më vjen keq ta them, por kjo është e vërteta. Ky nuk është një lajm I rrem, është diçka që po ndodh aktualisht me qindra mira trupa gjermane janë përgatitur. Bile një lajm ose një alarm top secret është shpërndar në gjithë Gjermaninë. Dhe mendohet që shumë shpejt diçka do ndodh. Tani, çfarë do të ndodh? Unë po them ato çka mendoj unë, pastaj do dëshiroja që të flisni ju. Thoni ju se çfarë mendimi keni. Atëre, pikë së pari, dua të nënvizoj që ata që gjenden aty në forcat e politikës, qoftë të majtës, qoftë të djathtës, qoftë të vegjël apo të mëdhenj, pra them për shembull ministra apo deputet, nuk vendosin dot asgjë. Nuk din se çfarë bëjnë, nuk din kush janë. Absolutisht. Këtë e them me plot bindje, sepse në brendësitë këtyre gjendave jemi prej vitesh dhe nuk janë askushi. Nuk mundet një borderline që të vendosi fatin e njerëzve. Nuk mundet, sepse nuk është ajo që vendos. E kemi kuptuar këtë dhe dua një përgjigje, si mund thuhet, qoftë nga vetvetja, por qoftë nga diskutimet që bëjmë, se çfarë po ndodh, kush I jep urdhrat. Sepse nëse keni vënë re, për shembull, në vitin 2019, kur filloi pandemia, çdo gjë, për fjalë përpara se të fillonte pandemia, çdo gjë ishte duke kaq normale, krejt normale. Pastaj, sa po filloi pandemia, çdo gjë ndryshoi. Mos ndoshta ishte e përgatitur që të arrinin pikërisht në këtë situatë, sepse u munduan me pandeminë që të bëhesh një raprezalje e madhe dhe të riformatohej bota. Dhe me sa e kuptova, nuk u bë, sepse nuk arritën atje ku duhesh. Bile para disa ditësh, edhe njëherë Bill Gates doli haptazi duke thënë që do dali një tjetër pandemi, nuk e di e keni para apo jo, dhe unë shpresoj mos të ndodh, sepse merreni me mend, ju ndoshta nuk e keni kuptuar që ajo që ndodhi në vitin 2020-2021, ne po e përcjellim akoma, sepse po ta shikoni, njerëzit nuk janë më si më parë. Janë të gjithë të stresuar, janë të gjithë rrinë privatisht në vendin e tyre, nuk duan që t'u flasësh, bile u kërkon që të punojnë. Për shembull thua do vinin në punë dhe prap mendojnë që kush e di se çfarë po thot ky. Pse po më kërkon punë mua ky? Ose pse po më kërkon që të shkoj në punë? Pra njerëzit kanë ndryshuar, sepse kjo situatë të bën që të ndryshosh. Dhe unë doja të nënvizoja disa gjëra të rëndësishme. Për shembull, si është e mundur që në një situatë të tillë, pra të rëndësishme, sepse është një situatë tepër delikate, ne sot, me fjalë borderline, bën ose aprovon armatimin e Evropës me 800 miliard euro. 800 miliard, ku ne kemi probleme të rënda. Kemi probleme të rënda në shëndetësi, kemi probleme të rënda për njerëzit që nuk kanë për të ngrënë, një pjesë e madhe e njerëzve. Nuk po flasim për shtresë normale, po ka një stres të ulët që s'kan për të ngrënë. Dhe 800 miliard janë shumë. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, me kë do luftojnë? Me kë do luftoj Bashkimi Evropian? Me kë? Do luftoj me Rusin? Nuk ma do mendja. Sepse nuk kanë, që të luftosh për diçka, duhet kesh disa kritere. Them unë, tani do të dëshiroja thash mendimin tuaj. Kriteri parë kush është? Përse e bën? Pra duhet ta bësh për diçka, për një tokë, për një ideal, për diçka. Përse po e bën? Pra përse bëhet kjo, nëse do bëhet? Përse? Për çfarë arsye? Dhe tjetra, nëse bëhet, me se do ta bësh luftën? Me çfarë? Sepse këtu, duke filluar që nga Gjermania, që gjoja kush e di si, apo të tjera, janë si për shembull një qen Chihuahua me një Labrador me Rusin, apo jo? Sepse vetëm t'ja bëj një ham
edhe bën shurën, më fali për shprehjen. Gjermania. Dhe Gjermania ngrihet dhe thot kush do mblidhet. Çan këto budallëq? Kush do mblidhet? Se këtu në këtë rast e ha populli. Pra nuk e ha shteti, e ha populli. Dhe ata që përgatisin këto, i përgatisin pa diskutim për të arritur në një qëllim të caktuar. Tani se kush është qëllimi, unë nuk e di, ndaj do të dëshiroja një komentin tuaj. Sepse lexova dje që Gjermania ka dalë, po bëhet gati me trupat, që s'ishte bërë kurrë që nga lufta e dytë botërore. Pra, bile pas luftës dytë botërore, Gjermania ka ndëjtur, e ka mbyllur gojën sepse ka patur frikë, sepse gjithë bota po të ngrihet në këmbë e shkatron ashtu si e shkatroi, e ndau për gjysmë. Tani, se kush e bëri luftën, dhe pse e bëri luftën e dytë botërore, etj, pak nuk dua të futem në allësira për këtë, sepse edhe ajo ishte dyshim, okay. Por unë po flas për sot. Pse duhet arrim sot në këtë pikë? Unë kam vetëm një ide, them unë, e vetëm një gjë që është them që e para, kush e bën luftën, me fjalë, ata që bëjnë luftëra e bëjnë për tu pasuruar, sepse e dihet që luftat bëhen për tu pasuruar, apo jo. Dhe pyetja është kush do pasurohet? Dhe tjetra, në një rast të tillë, e keni iden se sa njerëz mund të humbasin jetën? As nuk e keni iden fare. Sepse nuk bëhet më në qoftë se ngrihen, me fjalë, sa më shumë njerëz ngrihen, për shembull nëse ngrihet Evropa kundër Rusisë, aq më keq është sepse përdoren armë që nuk janë përdorur kurrë. Dhe nëse përdoren armë që nuk janë përdorur kurrë, unë kam frikë se në këtë planet s'do mbetet këmbë njeriu. Sepse shiko, ndoshta e bëjnë që të arrijë deri në atë pikë sa që të zhduken një pjesë e madhe, por të mbeten një pjesë tjetër. Pra të mbetet një pjesë që siç është pretenduar për shembull një treta. Tani situata është e vështirë, është tepër e vështirë. Unë nuk e di, po dje kam lexuar disa artikuj, po mendoja për shumë nga këto situatat që po ndodhin dhe për të gjitha shtetet që për shembull me sa jam i informuar, Italia nuk pranon që të jetë pjesë. Por ku shtetet të tjera do i afrohen Gjermanisë dhe kundër kujt do luftojnë? Shiko, ajo ardhja e Donald Trumpit në Evropë shënoi një ndryshim sepse disa nuk duan atë që Donald Trump do, pra paqe. Shumë njerëz që janë pas, që kanë me vite, kanë thundra të gjithandej, duan të kontrollojnë në metodën e tyre dhe duan të vendosin në metodën e tyre. Dhe kjo situatë është, le të themi, shumë drastike dhe shpresojmë çdo gjë mirë. Unë do dëshiroja një komentin tuaj, sepse është vërtet drastike dhe e përsëris, nëse ndodh diçka, deri ma merr mendja në vitin 3000 nuk do ketë më njeri, ashtu siç mendojmë ne në këtë planet. Ose jemi detyruar të ikim prej këtu. Sepse e përsëris edhe një herë, armatimet që ka Rusia, mos o zot. Megjithatë, e përsëris edhe një herë pres komentet tuaja, sepse ky është një mendim im, por diskutimi i përbashkët ndryshon pastaj dhe ndoshta dikush është më i informuar, kështu që pres komentet tuaja. Hajde, punë të mbar sot. Unë po iki në punë, faleminderit që jemi për herë bashk, kush është rastësisht dhe si ka bërë like faqes, le t'i bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju përqafoj. Shpresoj mirë, të paktën për fëmijët tanë, sepse ne vuajtëm, por tani që jemi pak më të qetë, do dëshironim që ta kalonim pjesën tjetër të jetës në qetësi. Ju përqafoj.